Revolta e forte e qytetarëve sjell reagimin e Partisë Demokratike të Shkodrës për flamujt e vendosur në hapësirat publike të qytetit. PD-ja mbajti fjalën dhe ende pa u bërë 24 orë nga deklarata një ditë më parë, ku paralajmëroi heqja e flamujve, Kampi Demokrat nisi aksionin për zbrazjen e qytetit. Heqja e flamujve nisi nga sheshi Nën Tereza dhe do të vijojë kudo ku hapësirat publike janë të zona me flamujt e PD. Sot, si po e shikoni, qytetit po i kthehet edhe herë hapësira publike. Me kërkesën e qytetarëve të Shkodrës, Partia Demokratike, me anë të një vendimit politik që ka marrë dhe të deklaratës së dieshme që ka bërë për shtyp, sot po i rikthen edhe herë qytetarëve të Shkodrës hapësirat publike, duke hequr flamujt e forcës tonë politike. Nën kryetaria PD Greta Bardeli fton edhe Partinë Socialiste që t'i bashkohet kësaj nisme për heqjen e flamujve të PS në qytetin e Shkodrës. Unë bëj thirrje me anë të kësaj deklarate edhe subjekteve të tjera politike, pra PS-s dhe LSI-s, që t'i kthejmë edhe një herë qytetarëve të Shkodrës këtë hapësirë publike kaq fort të kërkuar nga ana e tyre. Me 20 maj Shkodra u zgjua e shëmtuar si asnjëherë më parë, kudo ishin vendosur pafund flamuj të partive politike, duke mos respektuar afatet ligjore, sepse zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e 21 qershorit nisi me 22 maj. Po ashtu nuk u respektua as njoftimi i Bashkisë Shkodër për vendosjen e flamujve në vendet e caktuara. Her pas here, të dy kampet bënin thirrje për heqjen e flamujve, por pa vepruar, derisa PD vendosi që të lejë Selin për t'ia rikthyer Shkodrën qytetarëve.